Mirë mëngjes të dashur miq të RTS2, ja të kemi së bashku tek fati ymë për të vijuar me parashikimet e hartave tuaja astrologjike të personalizuara. Do jemi së bashku në këtë ditë të sotme, ku ju do keni mundësinë të bashkoheni përmes telefonatave në numrin 0422 56047 ose duke na shkruar një mesazh në faqen tonë të Instagramit fati ynë RTS. E më pas në momentin që ne kemi të gjithë të dhënat tuaja, përfshirë këtu datën tuaj të lindjes, orën e saktë të lindjes dhe pyetjen më të rëndësishme për ju, ju do të merrni parashikimin tuaj të detajuar nga astrologu ynë Jorgo Pulla. Jorgo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, kënaqësi dhe gjithë rishikuesit që do që na ndjekin në Shqipëri apo në diasporë. Kemi një ditë shumë të rëndësishme ku shumë gjëra ndodhin, ndikojnë. Kemi hënën në një shenjë që është shenja perfekte, është shenja e përshpejtimeve, që do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi. Dhe kjo jep mundësi, sepse në shenjën e dashit, dashi ka shumë gjëra që jep ndryshimin dhe ndikimin nga tani e tutje, por gjithashtu përfitojnë shumë shenjat e zjarrit dhe shenjat e tokës. Të falenderoj, Jorgo. Unë them të ndjekim siglën dhe të rikthehemi në studio për të vijuar me telefonatat dhe mesazhet. Ndjekim siglën. Do ta nisim të ditë të sotme, Jorgo, me një mesazh. Atëherë, kemi datën e lindjes. Vetëm një moment. Do më duhet të mirëpresim një telefonat të cilën e kemi në linjë. E mirëpresim telefonatën e parë në studio për sot. Alo, mirë mëngjes. Alo? Mirë mëngjes. Jeni telefonuesja e parë për ditën e sotme. Si jeni mirë? Shumë mirë. Ju urojmë një ditë sa më të mbarë, dashur. Të mora në telefon dije. Të thash 19 qershor 1997 për dashurin, po dua për thjesa, martesa dhe për punën. Rri në Greqi. Or Të lindje kemi... lutem, do ketë në një thjesa, në një martesa, se nuk i ka ecur. Patjetër. Do ta parashikojmë ne. Do na duhet or lindje. Ka për këtë datë lindje? Mbas dite duke premtuar dielli, po nuk jam e saktë. Në rregull. Të lutem për dashurinë, thoj je mirë shumë, të përqafojnë. Ju falenderojmë, ndiqni parashikimin tuaj përmes ekranit. Jorgo, çfarë do të themi për dashurinë? E nisim sot emisionin me telefonatën e parë për dashurinë. Atëherë, 19 qershor 97. 97. Dashuria, ndonjë fejesë të mundshme? 97. Djalë më duket? Me sa mbaj mend nga dita e djeshme, po, është djalë. Po. Atëherë, çfarë do të themi në lidhje me dashurinë? Ta shikojmë tamam, mos e shikojmë. Duam fjalë pozitive, Jorgo. Fjalë pozitive, çfarë dalë të mrokulla këtu, po, nuk e diskutoj. Atëherë, kemi në lidhje me fejesë, martesë, ku diun. Kjo datë lindje, duket se motoja është eci avash sepse nxitoj. Kemi dy aspekte planetare që jep mundësi dhe kohë. Kur themi gjithmonë, nga ndonjëherë që themi që kur janë planetet, se planetet japin verdiktin të përfundimtar për një gjë që nis. Meqense tani e tutje, kemi një ndikim shumë të madh ku baza për dashurinë janë dy ndikime të mëdha që ka bëjnë planetet. Kemi Afërditën, kemi Hënën dhe Mërkurin. Këto tre planete u japin mundësi për gjërat që doni të bani. Por gjithashtu, ka diçka shumë të madhe për punën dhe për ndryshimin e madh. Por çfarë ka? Ka që me kalimin e kohës, disa gjëra kanë ndikimin më të mirë, sepse ndikimi i kësaj shenje të binjakëve, meqense kemi një mundësi këtë javë që vjen, është mjaft pozitive sepse kemi bëjmë diellin në shenjën e binjakëve. Dhe kjo do të thotë që dhe momente që ka të bëjnë, nuk është se është fare, domethënë është në kërkim, por është në zbatim, në stabilizim e sipër. Por gjërat kur nuk bëhen nga ndonjëherë, motoja është eci avash sepse nxitoj për arsye të çështjeve jashtë që flitet e stërflitet për shumë, edhe nganjëherë më mirë e lë kështu siç është, dhe dal ku dal deri në një farë mënyre, derisa ta plotësoj atë puzzle që ka ngel, pastaj bisedoj me familjen, po me familjet, po, që të realizohet. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim
që kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme që ndonjëherë, sidomos java që vjen deri në fund të shtatorit. Është harku kohor për vazhdimsinë dhe gjërat që do të bëhen. Meqense do ndryshoj vend aty ku është, në Greqi, më sa dëgjuam, dhe po në atë vend, se dhe do jetë mundësia ekonomike, stabilizimi, gjëra që do të ndodhi, sepse kemi të bëjmë me diellin e shiketar, hëna në shiketar, diellin e binjak dhe Afrodita Megafore. Afrodita Megafore në shenjë ujë, në shenjë që është familja, është gjërat që janë më konkrete dhe shumë gjërat e tjera. Nuk është për arsye kohe, por për arsye zgjedhje. Dhe kjo zgjedhje është e tija. Nuk ndërhyjmë dot, dhe nuk mund ndërhyjmë për shpejtësinë, por për stabilizimin dhe cilësinë, po, është shumë gjëra që duhet jenë të sakta, të qarta për ato që bëhet. Dhe vjen momenti, po, është e mundur, po, është e realizueshme i gjë të tillë. E vazhdimësia duket e mbar, nuk ka vend për të shqetësuar. Kalojmë tek një tjetër datëlindje, 30 janar 93. 30 janar. Po. Jorgo, mund të alëm për pak më vonë? Kemi një ja. telefonat në linjë. E mirë presim telefonatën në studio? Alo, mirë mëngjes. Alo? Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Alo? Alo? Na dëgjoni e dashur? Do ju lutesh atë ulni zërin e televizorit dhe të komunikojmë përmes telefonatës? Alo? Po e dashur, ju dëgjojmë. Nuk e dini se... Përshëndetje. Për çfarë interesoheni? Alo, më ndigjo? Po e dashur, ju dëgjoj. A rinit na dëgjoni? Po kalojmë tek mesazhi Jorgo dhe do ju lutesha, po përfitoj nga rasti të bëjmë një rikujtesë. Në moment që komunikojmë së bashku, do ju lutesha të ulni zërin e televizorit sepse ndryshe nuk do na dëgjoni dot. Atëherë, Edhe jo telefonin hapur, se pella telefonin hapur nuk futen dot linjat. Keni kujdes në këto gjëra. atëherë 30 janar 93. 93? 3. Po? Ora e lindjes 11:30. Ora 11:30. E ditës? Po. Po? Për vëllain interesohet si do t'jetë me shëndet, sepse nuk po ecën mirë shkruan ajo, dhe kur mund të marrë vizë pune për në Gjermani. Dhe pyetja e fundit, kur do të gjej fatin e jetës dhe kur do të martohet. Përshëndetje nga Kosova. Ju përshëndesim dhe ne gjithashtu. Gjithashtu. kënaqësi. Respekte. Pra, shëndeti Jorgo, viza e punës për në Gjermani dhe kur do të gjej fatin e jetës për të pasur... Këto të dyja nuk e diskutoj për vizë, për dashuri. Për shëndetin, do ja lëm mjekësisë më mirë, për konsultime, për gjithçka. Nuk dua të ndërhyjmë, sepse ta dini dhe ju që jeni, sepse ne jemi një shtet, nuk kemi, se e themi dhe kemi një kom. Ajo që është, që ju a them ta dini, ta keni parasysh, nuk futemi as tek gjithologët, nuk futemi as tek këto që rregullojnë, stabilizojnë shumë gjëra, harrojini këto. Sepse edhe Kosova këtë problem ka. E di dhe jam shumë telefonata që vinë për këto gjëra. Mos u besoni gjërave të tilla. Besoni tek shkenca. Për shembull, presupozojmë shëndeti, tek mjekësia, të konsultoni me mjekun, lëni çfarë ngjoni nëpër televizore, çfarë ngjoni nëpër lart e poshtë. Ka është i vend i mirë, është i vend i keq. Larg këtyre gjërave. Larg. Dhe mos u ekspozoni në gjëra që nuk bën. Prandaj, kur keni një problem shëndetësor, shkojmë tek mjeku, tek doktori, tek konsultori i lagjes. Pra, bëjmë konsultime atje. Tani, flasim për sa i përket lidhje me vizën. Kjo datëlindje, 30 janar 93, ora 11:30 paraditës, që do thot shenja e ujorit dhe ascendente në dem. Kjo ascendente në dem na tregon që të kuptojmë pak astrologjin e vërtet, që është pikërisht kjo këtu, që të dim çfarë ndodh, dhe meqense
lindur ditë shtune, ja ku jemi këtu, ndikimet që kanë bëjnë në ujor. Në ujor janë shumë planete dhe me sjellori. Është një përqapje e dytë mbase përsa përket vizës në Gjermani. Dhe kjo është me sjellori kur e kemi në ujor, na tregon që kjo varet individ, siç jeni juve, jo të për gjithë ujorët, dhe kjo do të thotë që po është e mundur, por jo për fajin të vllajt që nuk ndodhi ose do të kisha marrë vizën, po pret një dokument tjetër që është e realizueshme të bëhet, sepse kemi ndikime shumë të mira, Uranin dhe ndikimin e Neptunit në shenjën e Bricapit, që do të thotë pak vonë, por e stabilizuar. Nisma të re që do bëhen, koha që ka të bëjnë, është momenti më i mirë dhe më pozitivi i që ndonjëherë. Kemi gjithashtu në fushën e dashurisë, që ka një ndikim shumë të madh me Jupiterin në peshore, na jep një mundësi shumë të mirë. Ka qenë një rast, sepse kemi pasur edhe Marsin, për shembull, Marsin në gafore në një vend që nuk i pëlqen shumë, por koha që është tani është mjaft pozitive sepse kërkon stabilizimin dhe kërkon diçka që e nis dhe e bëtis dhe shkon jetën në vazhdimsi. Nuk është për momente ose gjëra që dal ku dal, po doli mirë, por s'doli asgjë. Jo, është me plan dhe kjo diçka shumë e mirë e tepër pozitive në ndryshime dhe do të kemi. Ja ku kemi hënën pra. Hëna në shenjën e Demit që jep mundësi dhe korektësi dhe ndryshime të mëdha. Por gjithashtu kemi ascendenten në shenjën e Demit, kur është e gjithë ndikimi dhe favorizimi që jepet në këndët që bëjnë këto planete, 3 këndësh dhe 6 këndësh që jep mundësi dhe stabilizime në çdo aspekt dhe në çdo drejtim të jetës. Prandaj, meqense kemi dhe Mërkurin në shenjën telepatike, shenjën e peshqeve, është mundësia dhe momenti i duhur. Prandaj mos më shqetësoni fare në këtë drejtim, sepse është harku kohor, pikërisht nga pardje deri në fund të shtatorit, është një kohë shumë e përshtatshme për sa përket ndikimin e fejesës apo të martesës, apo të njohjes, ndikimin e dokumentacionit që shumë shpejt do t'i marri, dhe mund të marri lajm javën që vjen një herë, do shikojmë do na merrni prapë, do shkruani prapë që vërtet po e mori, po çfarë do bëhet tani me punën, por mos më shqetësoni sepse gjërat janë në vijë, prandaj nuk ka vend të shqetësuar. Të falenderoj, Jorgo. Tani do të kalojmë tek 2 mesazhet, të cilat zonja e cila nuk po lidhej dot me ne përmes telefonatës i ka dërguar. Dhe mira e këtij emisionit kjo është që kemi mënyra alternative për të lidhur dhe komunikuar me ne. Dhe nuk diskutohet sepse të gjitha mesazhet do lëm një ditë, do jemi ditë se janë mbushur shumë. Pra ja pa shikoni vetë juve që ne mesazhet i lexojmë dhe të gjitha mesazhet tjera do të shikoni vetë se dëgjoni juve se ne do të japim të gjitha mesazhet nga njëshi deri tek fundi. Se e kam të besës unë, nuk më gabon domethënë. Gjitha mesazhet i japim në detaje. Ky është misioni ynë në fund të fundit, të parashikojmë harta astrologjike. Po na vlerësojnë, pra ne i lexojmë deri në fund mesazhet. Datëlindja e parë, 8 tetor 89. Janë të dy djem. Atëherë, 8, ja një sekond. 8 tetor 89. Po. Po. Kaq të dhëna kemi për këtë datëlindje, interesohet për shëndetin dhe për fatin. Datëlindjen tjetër po ta jap, pasi të kemi ezaruar këtë hartë. Po. Atëherë, për fatin. Djala apo vajzë? Nuk e. Të dy janë djem. Dy djem, okay. Atëherë kemi 8 tetor 89 do të thotë ditë e diel që ka lindur. Por në lidhje me ndikimet që kanë bëjnë, është një mundësi shumë e mirë, sepse ajo që peshorët nga njëra anë kanë ndikime dhe favorizime shumë të mira, kjo periudhë, edhe pse ka pasi problem vogël para disa kohëve. Dhe kjo do të thotë që vërtet një nga mundësi që kanë bëjnë tani e tutje, ose diçka që kjo periudhë ka ndikuar shumë dhe zakonisht kur mërzitet nga ndonjëherë ose kur themi neve digjemi nga qumshi dhe i frym kosit, është ky ndikim që ka ndodhur, por unë do të thoshe diçka tjetër, sepse kjo periudhë është periudhë shumë e mirë për të nisur i diçka të re. Dhe vërtet në 2025-ën, në nëntor shkurt të 2026-ës, ka pas një keq interpretim ose keq kuptim nëse do ta marrim kështu, por vjen momenti, koha që këto zgjidhen, nuk është problem, mos u shqetësoni fare, sepse periudha që ka ndikuar gjërat është larguar negativiteti dhe vjen në pozitivitet, ka të bëjë shumë me sjellorin, me Marsin, me diellin në shenjën e peshorës, por kemi dhe ndikimi komunikimi me Mërkuri, që është ndikimi dhe baza e shumë gjërave, ku do të thotë në Mërkuri në Virgjëresh, ku jep mundësi dhe kohën e duhur për zgjidhur çështjet problematike.
Gjithashtu ka të bëjnë edhe me hënën, hëna në shenjën e britsjapit, kjo do thot kohë. Kur është koha më e mirë, Jorgo, që të bëjnë, të gëzojmë domethënë në familje, ose të kemi diçka të rëndësishme, po është pikërisht tani, kemi fundi i majit, mesi i qershorit, ka diçka shumë të mirë dhe tepër pozitive. Vazhdimësia duket se gjashtë i dytë pra që fillon është mjaft pozitiv, mos u shqetësoni fare në lidhje me dashuri. Për sa i përket punës dhe gjërave të tjera nuk ka vend për të shqetësuar, sepse gjërat janë kalimtare, nuk është diçka shqetësuese. 23 shkurt 94. Atëre. 23 shkurt 23 shkurt 94. 94. Po. Po. Djali tjetër pra për shëndetin dhe për fatin. Çfarë do themi për këtë datëlindje? Për fatin. Atëre. 23 shkurt. 24. Lindur ditë e komunikueshëm. Peshqit dhe të humbasin s'ka shanse. Sepse peshqit kanë intuitën, kanë dhe mënyrën e gjërave që ata duan dhe kërkojnë. Por me qënë se, kjo periudhë që është tani, ka të bëjnë shumë me ndikimin me Marsin në ujor afërditën në shenjë e peshqeve, ku jep mundësi dhe kohë, por Mërkurin në ujor na jep mundësin dhe kohën ekonomike. Gjëra që janë ndikuese, janë jo se rezulton shumë pozitiv dhe është një mundësi shumë e mirë nga një. Kjo datëlindje nuk e di arsyen, por kjo ka të bëjë dhe me lidhje me jashtë, diçka me jashtë do të ndikohet. Nëse nuk është ka lëvizur ose është në Shqipëri, nuk e di unë, me jashtë del këtu. Ka diçka shumë të mirë në jashtëmujorin e dytë, ku do të ndikojnë në lidhje me ekonominë, stabilizimin dhe konkretizimin e gjërave, sepse është një ndikim mjaft i mirë dhe shumë pozitiv në këtë aspekt. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjërat që doni të bëni, mundësinë që vjen tani e tutje dhe është pikërisht kjo kohë, është pikërisht ky moment, dhe kështu që meqense ndikimin e hënës, se hëna jep mundësinë dhe verdiktin e duhur mbi çështjet që kanë të bëjnë në jetën në përditshmëri dhe në gjërat e tjera. Gjitha gjërat që do të ndikohen pozitivisht në punë, në dashuri, në vazhdimsi, ka të bëjnë në fund të këtij muaji, fillimin e muajit që vjen. Mirëpresim një telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes, me kë flasim dhe nga na telefononi? Dua të shikoj pak. Mirëmëngjes. Po e dashur. Dua të shikoj pak për djalin, 21 gusht, 1992. Ka një ndarje me bashkëshorten dhe ka bashkim apo jo, edhe pse nuk jetë në jetë këtij njeriu, as puna dhe as gjë. Atëherë 21 gusht 92. Akoma s'ka filluar. 21 gusht 92 e dashur. Jo, jemi së bashku duke komunikuar. Po më thuaj. 21 gusht. E dashur më dëgjon? Po, ju dëgjoj nga televizori, faleminderit. Jo, do më duhet në fakt edhe data ora e lindjes. Po, më thoni, po. Ora e lindjes. Ka lindur ditë premte, më sa mbaj mend. Ora e lindjes është 10:30, 11:30. Kur ka ndodhur ndarja? Çka e tillë? Ndarja ka 3 vjet. Dhe është një ndarje pa asnjë lloj arsye. Atëherë, ka ndodhur një ndarje, datëlindja e djalit të ki. Edhe një herë dashur? Nuk e di, është shumë zhurmë. Atëherë dhe një herë dashur, që të sqarohemi. Kemi datëlindjen e djalit tuaj, orën e lindjes, ka ndodhur ndarja në Unë cilin... ju dëgjoj juve. Atëherë, në çfarë viti ka ndodhur si ndarje? Do më thënë sa kohë ka, pyet Ndarje ka Jorgo? ndodhur para 3 vjetësh. Para 3 vitesh. Ka 2023 në fund të majit, fillim qershori 2023. Jorgo, Vajza e vogël ka lindur në 30 mars, mbas 3 muajsh e gjysmë, si e quam në ndenjë, nuk na i kthyen më. Jorgo, i ke të gjitha të dhëna? Në rregull, në rregull. Nëse ke ndonjë pyetje për të Jo, drejtuar? në rregull.
Kërkon E dashur, stabilizim. po. Ndiqni parashikimin tuaj përmes ekranit dhe nëse do keni ndonjë pyetje tjetër e cila mund t'ju vi si rrjedhojë e gjithë parashikimin të zotit Jorgo, ndihuni të lirë të na shkruani ose të na telefononi dhe patjetër që do t'ju ndihmojmë dhe me parashikime të tjera në vazhdim. Ju urojmë një ditë të mbar dhe të fillojmë me parashikimin. Atëherë, 21 gusht 92. 92. Ora 11 se ishte mbasditë. 10:30 me 11:30. Okej. Pra është Po, një herë kohor. tyre. Lindu ditë premte sa me sa dëgjova. Ditë e premte, po. Është. Ndarja ka ndodhur në vitin 2023 për arsye të kota, cilëson zonja, pra nuk është Dhe. një arsye e rëndësishme për të shkuar deri në këtë. Tani, Kemi mundësi për ribashkim, Jorgo, të lutem na thuaj lajme pozitive. po pse mos, jo, ajo që është unë e them, Po. dhe mundësi që ka të bëjnë. Tani, kjo datëlindje, që ndodhë që lindur ditë premte, luan me ascendentën peshore, drejtësi nuk ka luan që ka. Nuk keni pse të shqetësoheni, e vërteta nuk e pse të shqetësohet, po të shqetësohet sepse ka ndodhur diçka që e shkëputur në mes diçka. Edhe në shpirt, por edhe në individ si njerëzit që kanë ndikime. Unë do të thosha që me një person të tretë, ndash nga dy palët, mund të rishikohet dhe njerë, dhe kjo ndodh për 1000 arsye që do të ndikoj pozitivisht, do të thosha, dhe jo negativisht, sepse kjo periudhë është mjaft ndikuese. Duke pasur parasysh me hënën në shenjë e demit të kjo datëlindje, kemi të bëjmë me mënyrën dhe mundësinë sepse është në gradën e parë dhe ndikuese në lidhje me shenjën e luanit, sepse kalon në Virgjesh pastaj, jemi në limitet e orës këtu, që i përket luanit, por ndikohet tek Virgjesha, se Virgjesha ka Afroditën, ka dhe Jupiterin. Por gjithsesi, kjo periudhë është e mirë për të biseduar. Bisedoni tani, sepse jo vetëm se kemi në ndikime në koha me përshtatshme për shembull për biseduar. Atëherë kemi sot deri më datën 18 është një harë kohor mjaft pozitiv dhe e rëndësishme për nga ana e gjërave që ndodhin, periudha që ndodhin fenomenet. Megjithatë, nuk ka vend për të shqetësuar këtu se do gjendet zgjidhja. Dhe zgjidhja që gjendet është dhe mundësia, koha, vazhdimësia dhe momentet që juve keni në anën tuaj. Megjithatë, një person i tretë i njohur dhe juve që njiheni me njëri tjetrin dhe nga pala tjetër, por pa ndërhyrjen tuaj apo të palës tjetër që juve keni pasur në këtë aspekt. Është e mundur të realizohet sepse deri tani janë gjëra të ngrira, negative, por gabimisht, rastësisht do gjendet një zgjidhje e mesme, por do të jetë personi i tretë që ndihmon ndonjëherë në raste të tilla. Edhe pse thuhet në zhargonin popullor që dy janë pak e tre janë shumë, por në rastin konkret kërkohet ndërhyrje e tillë, por jo në të dyja palët, që të zgjidhet një çështje e tillë. Dhe kjo është e mundur nga kjo periudhë e tutje. Megjithatë, koha dhe stabilizimi i gjërave nuk ka vend për shqetësuar sepse do harrohen shumë gjëra në rastin konkret sepse ka të drejtë. Kjo datëlindje dhe drejtësia nuk ka lumë që ka, edhe pse çështjet e tjera. Një gabim, njerëz jemi dhe gabojmë, por gabimi duhet të kuptohet. Po gjithsesi ka vend për të rregulluar, jo për të shkatërruar. Të falenderoj, Jorgo, do të kalojmë tek një mesazh. Në fakt është një zonjë e cila na ka shkruar her pas here për shqetësimin e saj dhe sot ka seancën e saj të gjyqit. Pra për këtë datëlindje që është dërguar, kjo datëlindje ka seancën e saj dhe dëshiron të di se si do t'i dali. Pra, për pak futet në këtë çështje gjyqësore dhe po të ndihmoj me datën e lindjes 10/12/87. 10/12. 87. Po. Ora 5:30 e mëngjesit. 5:30. Po. Atëherë, dëshiron të di se si do t'i shkoj seanca gjyqësore. Pra, është marrë një mas ndaj saj, në muajin mars shkruan ajo se po i rikthem të gjitha mesazheve që na ka dërguar. Në muajin mars ka dhënë një deklarat dhe sot del përpara gjyqit. Do mund të dalë me një përgjigje pozitive pra, apo si do të shkoj kjo
çështje gjyqësore. Për pak futet në seancë, shkruan ajo. Shiko, kur kemi momentale, gjërat momentale, sepse është koha, ora, momenti, pyetje, përgjigje, kështu nuk I kemi dot, por e themi një të përgjithshme në këtë aspekt, jo se mund ta them që fiton, sepse nuk lidhet kjo këtu, sepse duhet në ca gjëra tjera, por gjithsesi, si kohë, si ditë, si moment, është mjaft ndikim pozitiv. Edhe sepse disa raste kanë qenë edhe në shtyrje, kanë qenë edhe në keq interpretime, keq kuptime, por meqense, shtyrjet janë të mira, xhanën, po. Nëse, e lëm për një moment tjetër. Unë do thosha që nuk përfundon tu akoma ky mohabet, por gjithsesi periudha duket se lidhje me idea shëndetje që është në akrep, por dhe shenja shikjetarit, do thotë që ka ndikime shumë të mira, por një pyetje vështirë që mund të keni ose duhet të jepni përgjigjen është vendimi që merret në kohën e duhur. Në momentin që keni, ato që jeni, I keni mundësit, por kjo varet edhe nga personi I ligjit. Nuk është se ka diçka që mund themi, por drejtësia nuk ka lumej që ka juve e keni dhe mundësi që vinë në anën tjetër është momenti I duhur për të bërë zgjedhjen e duhur pikërisht në këtë ditë. Nuk është ditë problematike, por është ditë mjaftë e mirë dhe mund të kemi zgjedhje, por ka dhe akoma kohë nuk përfundon për sot do thosha, sepse do të gjendet mënyra nëpërmjet personit ligjit, por mos u shqetësoni fare. Mor fare, do shikoni do mbujtoni. Në anë të tjera duket se ka vend për shqyrtim, jo për të mbyllur dhe përfundim. Atëherë kemi edhe një pyetje të fundit. Për sot do dali nga masa në paraqitje, shkruan. Po. Kështu që? Është ajo që unë thash. Po. Dhe në fakt më vjen mirë, Jorgo, se në ditën e djeshme kur bëm parashikimin, ju tha që ora më e mirë do ishte, domethënë ora 10 e tutje, diçka e tillë, dhe në ditën e djeshme ne kishim informacionin që fillonte seanca në orën 9. Dhe kur e shikoj tani më duket si një, domethënë marrin kuptim të gjitha gjërat, ora pozitive dhe gjithçka tjetër që është thënë edhe në parashikimin e ditës së djeshme. Po, si janë, po të shikoni edhe ndikimet e planeteve, se janë planetet ata që t'japin mundësin që ti të thuash fix ato që është. I urojmë më të mira. Unë uroj më të mirën e mundshme. Të falenderoj, Jorgo, mirëpresim në telefonat. Alo, mirëmëngjes. Uroj më të mira. Alo? Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje bukuroshe. Përshëndetje. Përshëndetje bukuroshe. Kënaqësi që ju kemi me ne sërish. Ku e ka profesorin? Mirë shumë. I nderuar I respektuar. Po flas më shumë nga televizori se ashtu lë volumi edhe nuk po vjen zëri ju në telefon. Mbase nëse ulim zërin e televizorit, mund të na dëgjoni pak më mirë. Nuk di nëse kjo do të funksionoj për ju. Jo, e kam të ullur, e ullë edhe zere, po ju ndjek mote, po flas vete, të sa me ju. Në rregull, por kështu të na duhet që... Tani po, bravo, ja që u rrugullu. Kështu që le të komunikojmë përmes telefonatës në mënyrë që... E zere televizorin tani. Po. Atëherë, sot, çfarë do të parashikojmë? 2 shunat. 2 djemët. Ajsi. Desha për pa gaforën e kam afrë, shikoj. Do ta lëm për një ditë tjetër. Po së tani mami e për shunat. Pa tjetër. 8 qershor 91. Po. 8 qershor 91. Ora 6:07 e mjesit. 7 po të gruja. Se kjo din. Po, 7 e mëngjesit. Po. Dhe interesoheni? Tjetri, po për punë, ka dokumenta e shalam në tërheqë dhe muan dhe nga Anglia. Do rish aty diku do vesh me bashkëshortën atje. Po nuk morrin mu pa mor të. Ajo përpara, pastaj ti. Po morrin ta, unë mor tjetrën. Edhe nga Afrika morrin dhe mu. Kështu që shëndrojmë tek bashkimi familjar, jemi shumë mirë. Të gaj pato, të s'kemi shben. Po. Edhe djali tjetër? 93. Edhe njerë ju lutem data? 18 janar 93. Po, a im ka bo gjysh, i shodhen po prap një herë për zyti.
Është djali i madh. Në Angli është ai. Të dy bashkën, në një shtëpi, në shtëpijet e veta. Dhe për djalin e madh thjesht një parashikim në lidhje me një pasardhës tjetër. Dokumentet gjitha sa në rregull ai po. Çfarë bën në shteti se nuk o të më pronoj lek mu këtu këm ngel. Do të shikojmë në lidhje me ecurinë e tij se si do të shkojnë gjërat. Dhe nga ana tjetër mezi presim lajme nga djali i vogël në këtë rast. A ditë do ta keni fest me gjithë staf. Kënaqësi. Ju falenderojmë shumë që na ri telefononi. Zoti ju ruaj. Faleminderit dhe ju. Ndiqni parashikimin përmes ekranit, ju urojmë një ditë sa më të mbarë. Marrim parën. Me datëlindjen po. 8 qershor 91. Ora 7 e mëngjesit. 7 e mëngjesit. Për punën dhe për dokumentat, siç edhe u shpreh, miku ynë i emisionit, po presin që të bashkohen me fëmijët e tyre. Kur mund të ndodhë kjo gjë, Jorgo? Çfarë do të na thuash? Atëherë. Marrim për dokumentat. Dokumentet janë nisur në realitet. Sepse lindur ditë shtune, binjakët dhe mashtëdente nga fore, zemërgjërsia, qiltërsia, mundësia, le të njelet hadri miku ton, po merr nga mamaja njerë. 100% zemrën dashurinë dhe i natin e merr që nga ti. E merr. Por, ajo çka do të ndikohet, nuk e diskutoj se kjo 6 mujori dytë është mjaft pozitiv në atë çka do të bëjnë, atë çka keni ndërmend për dokumentacione. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim, sepse vetë fëmijët ja kanë arritur me djersën e tyre, me të drejtën e tyre, gjithçka të jetë në normalitet. Për sa i përket tani lëvizjes, që do ikni për të bashkuar bashkim familjar. Kjo merr dhe kohë, kjo varet nga shteti në shtet, sepse kanë tjera ligje të ndryshime, por çfarë është në fund? Në fund është jo pozitiv, pozitiv negativ nuk mund të themi, por është i diçka e vërtet që vërteton ndikimin, stabilizimin familjar. Familjar do të thotë me prindër, me gjitha atije. Por meqense kjo periudhë është periudhë mjaft e mirë dhe stabilizuese për gjërat që bëhen në kohën e duhur. Jeni në kohën më të mirë të mundshme, sepse është kjo periudhë, është një periudhë shumë e mirë dhe mund të garantoj me 1.100.000%, sepse është dhe momenti i duhur për gjëra të mëdha, për çështje të ndikuar dhe favorizimet që jepen tani e tutje, nuk e vend dyshim sepse gjërat janë mjaft të mbara dhe mjaft pozitive në këtë drejtim. Gjithsesi, kjo periudhë është mjaft ndikuese, sidomos korriku, shtatori, nëndori, janë shumë mira, do thoni, unë du t'i sot, a është e mundur. Po tani, do presim dhe pak, sepse janë ca rregulla që nuk i shkelim dot. Sepse është vetë ajo ndikimi i stabilizimit në të ardhmen. Kështu që mos më shqetësoni fare, duket se kjo periudhë është mjaft e mirë dhe ideale. 18 janar 93 për ecurinë. 93. Dhe pasardhës të mundshëm, nëse... Qa ori që i dyti? Nuk e kemi orën. Nuk ne dhe orën. Ta dish, je fajtor herën tjetër. Po, herën tjetër do ta kemi pa tjetër dhe orën. Po, e më në shkrytin dhe në SMS, kështu që. Për orë, se ora losë rol të rëndësishëm. Për e thëmë gjej orën gjithmonë, po do të shikohet të në tjetër për bashorte. Nga bisedimet e kemi arruar si dhe taj, kështu që... Nejse. Atere, 18 janar 93, do të thot ditë hëne. Në Evrika është për qënë, në fakt, por ditë i bëj gjëra si që duhet. Koha dhe momenti, nëse flasën për punë, do bëka një ndryshim punë, e këta ndryshim për të mirë, në fakt, sepse andaj nga vinë, që unë them gjithmonë kur kemi dhe fëmijët, andaj nga është raca, sa shu e themi në kuptimin e mirë, fjalës popullore, është diçka shumë pozitive dhe arrinet që ku duhet. Geni është që çuditshëm. Sepse jep atë që kërkohet dhe duhet. Mund ta rregullojmë gjatë rrugës gjithçka. Edhe pse të jetë diçka negative, problematike, rregullohet. Nëse kemi vullnetin e brendshëm të shpirtit. Kjo datëlindje e ka. Tani, sa është koha e përshtatshme ose kur është koha e përshtatshme për një pasardhës në familje? Shtohet pyetja. Meqense janë përputhur gjitha gjërat dhe kërkesat, se njëherë kemi dhe kërkesat të pashkruara, që do të thotë familje, do të thotë vazhdimësia, do të thotë korrektësia e disa çështjeve ose ekonomia stabilizimit. Stabilizimi ka arritur vitin e kaluar. Ky vit
është viti i kërkimit, është viti i gjuetis edhe të fitohet, stabilizohet, rregullohet. Por kur do ndodhi? Kemi në ndikimin më të madh, sepse ka të bëjnë, kjo thuret që është momenti të shenjës së bëjtësjapit, të dhjetëdiqit të tretë, ku na jep mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur çështje problematike. Atëherë, nëse kemi tani këtë periudhë është mjaft e mirë, mund të ishte diçka, nuk e di arsyen, nëse nuk është e nevojshme për të shqetësuar fare një herë, sepse gjërat janë pozitive dhe do të arrihet ajo që u kërkoni. Megjithatë, duket se korriku, shtatori, nëntori janë 3 muaj të këtij viti që janë shumë të mirë dhe shumë pozitiv në arritje të suksesit dhe të gjërave që ju e kërkoni në këtë drejtim. E sa mirë që japim lajme kaq pozitive. Është realiteti. Të falenderoj Jorgo, mirë presim një telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Përshëndet. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Me Sidorele nga Tirana. Kënaqësi e dashur, është e disa herë që na ri telefononi, kështu që është shumë kënaqësi. Gjithashtu. Po. Të lutem. 1 shkurt 1998, ora 12 e drekës, një parashikim për veten time, për punën, jetën personale dhe familjen, se jo. Atëherë, 1 shkurt 98. Po, ora 12 e drekës. Për punën, jetën personale dhe familjen. Po, të lutem. Ndonjë detaj që dëshiron të ndash me ne në mënyrë që parashikimi të jetë sa më specifik dhe i detajuar? Detaj më i detajuar do të pak të jeta personale, të lutem. Tek jeta personale. Po. Jorgo, të duhet ndonjë... Pak datindje tjetër nëse ka? Nëse Jorgo thot nëse jeni në njohje me dikë ose domethënë ke ndonjë datë 19 shtator. 19 shtator, të cilit vit të lutem? 1965. 60? 1 minutë, më falë për të lutem. 95. 95. Po. Po. Orën e lindjes nuk besoj, ta kemi? Vetëm orën, jo, vetëm orën. S'ka problem. Jam mjaftueshëm të dhëna. Po. Jorgo do t'ju bëj një parashikim të detajuar dhe ku ka më mirë se ku kemi të dhënat. Dhe do ta filloj nga ky problem. Ndishtë parashikimin përmes ekranit. Gjithë mira. Ditë të mbarë dhe për ju. Kjo dyta ishte 19. Shtator 95. 95. Ndërsa datëlindja e vajzës, 1 shkurt 98, ora 12:00. Atëherë, shkurt 12 dhe 1 shkurti 98. Po. Ujori me ascendente në binjak. Atëherë kemi datëlindjen e dytë, 19 shtator 95. Po. Tani. Çfarë do të themi, Jorgo? E marrim nga jeta personale. Jorgo do thoti diçka, këtë kuptosh vazhdimsi. Kjo periudhë, nëse do marrim, ka sa të drejtë. Drejtësia nuk ka lumë që ka dhe është më këm tokë. Kjo datëlindje pas ka vujtur shumë në këtë pikë. Po. Sepse ka shumë të drejtë për kush ja di. Bën shumë, nuk bën shumë, nuk mund marr, nuk merr atë që jep. Atëherë, çfarë ndodh tani në lidhje me ndikim, nëse të flasim si kombinim. Kombinim është pozitiv, nuk është negativ. Por unë do t'i thosha, meqense ujor dhe ku lidhet shumë, lidhet me ndikimin ndikimit planetar, por meqense ka të bëjnë Mërkuri, Afërdita, Hëna, lidhje se janë familjet edhe gjërat. Meqense juve keni në dash dhe kërkoni jo vetëm drejtësinë, por kërkoni atë të paktën të jetë e qartë çiltërsinë dhe maturinë. Juve e keni. Shkojmë tek ana tjetër. Juve në këtë aspekt 19 shtator 95 që tregon që ju jeni në dieni për gjithçka ndodh. Juve jeni në siklet sepse njëherë që e pranojmë si ndikim si është, por nuk e pranojmë sepse
nuk shkëputen ose gjërat janë akoma tërheqje mos e kput. Por drejtësia juaj shkon në vend vetvetiu. Mos u shqetësoni për këtë, sepse është një harë kohor që juve të besoni, të rregulloni, stabilizoni gjërat që dëshironi. Që do të thotë, në kalimin e kohës, ky muaj dhe muaj që vjen ka një ndikim shumë të mirë, sepse ndikimi që lidhet shumë, ku kemi ndikimin në një shenjë që vërtet kërkon dhe nga ndonjëherë gjërat dalin me nxitim, por unë nuk do të thosha që ka një diçka shqetësuese këtu, por ka gjëra që do vinë gradualisht gjatë rregullimit dhe stabilizimit. Mos u shqetësoni fare, sepse nga njëra anë kemi, nëse marrim Virgjëreshën, Virgjëresha ka Neptunin, ka dhe Uranin që ndodhet në shenjën e Bicapit, kurse në anën tjetër juve keni ndikimin më të madh, se do të thotë çështjet e punës dhe të karrierës, të vendimit që mund merret, është në një farë mënyrë në një fazë që vërtet ndryshon dhe mundëson. Dhe kjo do të thotë që e keni në shenjën e Bicapit, pra shenjës së ujorit, po t'i shikoni, është diçka shumë, prandaj keni këtë dilemën. Nëse doni, ja, kjo është e juaj, ja, të shenjës së ujorit, pra flasim për këto Uran, pra ndikimi i Mërkurit, nëse flasim, afërditën dhe ndikimin e planetëve, pra unë janë afër në shenjën suaj, pra diellin. Po të marrim datëlindjen tjetër që është ndikimi, favorizimi, pse e keni këtë dilemën juve? Dhe me të drejtë nga njëra anë, por është e zgjidhshme. Kemi dhe mundësinë, kemi kohën, që pra është pikërisht kjo që unë sapo thash, që duhet, juve e keni një të drejtë të madhe, por i thoni fjale, di shumë gjëra, po s'flas dot. Rasti konkret, e keni mundësinë, ta bisedoni, dhe bisedoni mirë është këtë periudhë që jemi tani, sepse keni shumë të drejtë, dhe pala tjetër ka të drejtë, po nuk po gjeni gjuhën e përbashkët që të arrini diku doni. Por i momentet janë dhe nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar. Në anën tjetër, lidhje me punën dhe karrierën, do vinë një moment që nuk do keni nevojë për këtë. Prandaj mos u shqetësoni, sepse gjërat e tjera do vinë, juve ju intereson sistemimi dhe stabilizimi i familjes. Do ta keni, mos u shqetësoni sepse keni kaluar dete, keni kaluar oqeane, keni kaluar lumej, nuk bytini në përrua, me firmë, me vul, Jorgo Pulla. Të falenderoj Jorgo për të gjitha parashikimet, ju falenderoj të gjithu që jeni bërë pjesë e bisedës sonë në këtë ditë të sotme, është gjithmonë shumë kënaqësi të bisedojmë dhe të merrni parashikimet tuaja. Bashkë do të ritakohemi sërish nesër në orën 9:15 minuta. Deri atëherë bëni gati datat tuaja dhe pyetjet më të rëndësishme për ju në mënyrë që parashikimi juaj të jetë sa më i detajuar. Ju uroj një ditë sa më të mbarë nga unë Adelina, Jorgo. Dhe nga ana ime, unë uroj më të mirën e mundshme, dita e sotme ka shumë për të thënë dhe për të dhënë në anën tuaj në gjërat që do të bëni. Do të shkojmë nesër me parashikimet në vazhdim. Më Jorgo Pulla. Mira.